Të gjithë ata që janë të apasionuar pas newbornit e autorit Fisnik Ismaili, tani simboli i pavarësisë së Kosovës mund ta gjejnë edhe në komunën e Gjakovës, më saktësisht në shkollën fillore të mesme të ulët Zekëria Rexha. Ideja nisur nga Fisnik Ismaili shumë vite më përpara, erdhë shumë bukur në këtë 7 vjetor të pavarësisë së Republikës së Kosovës, me një performancë shumë të bukur nga profesori Fidoli dhe nga nxënësit e kësaj shkolle. Për realizimin e newbornit është dashur që punimet rreth kësaj skulpture të fillojnë që në fillim të muajit janar të këtij viti. Kjo është realizuar domethënë qysh në fillet e parë të janarit, sepse ishte koha e shkurtë edhe për shkak kushteve klimatike ishte një problem tharja në ngjyrave. Kontribut veçantë në këtë drejtim në mënyrë të sofistikuar më ka ndihmu kolegu im Kadrush Shala dhe djali i tij Drini në prerjen e shkronjave. Skulptura tashme e newbornit zgjoi kërcëri tek shumë vizitorë, duke filluar edhe nga vetë nxënësit e kësaj shkolle. E vetmja pyetje që tani mund të shtrohet është sa do ngjyroset edhe kjo skulpturë njëjtë si newborni në Prishtinë vit për vit.